Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë e tij të panumërta. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu të mëdashur Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e këtij pejgamberi dhe do të vazhdojnë që të ndjekin deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun subhanahu wa taala në fillimin e kësaj ligjërate që Allah të na jep sinqeritet, të pastrojë jetët tona, në fjalët tona dhe në veprat tona. Elus Allahun xhallahu ala që Allahu këto mezhlise, këto ndeja t'i bëjnë ndeje të bereqetshme dhe takime me të cilat takime shpresojmë që të dalim faqebartë para Allahun xhallahu ala. Kjo koha jon të jetë kohë me të cilën është razi Allahu subhanahu wa taala, e që gjithë ky mund dhe ky angazhim që të marrim pjesë, të përpiqemi të angazhohemi për të mësuar diçka nga fjalët e Allahut dhe nga fjalët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të jenë dëshmi për ne vëllezër në ditën kur dalim para Allahut dhe jo kundër nesh. Vazhdojmë ne me lejen e Allahut subhanahu wa taala me hadithin e radhës, hadith ky i cili e ka shënuar autori Imam Nawawiu, Allahu mëshiroft, në librin Riyadus Salihin, dhe kemi arritur me radhë tek hadithi i 5. Dhe me lejen e Allahut nuk do të zgjerohemi më shumë se sa një hadith për shkak të kohës, po edhe me qëllim që të jemi më të qartë mesazhet të cilat duam të përcjellim në zbërthimin e këtij hadithi të shkurtër, por me mësime të jetë madhështore dhe të rëndësishme dhe të nevojshme për çdo besimtar. Autori vëllezër e ka përmendur këtë hadith në kapitullin e sinqeritetit dhe pranisë së niyetit. Edhe më herët në hadithet që i keni dëgjuar, është rahur tema e niyetit dhe çështja e sinqeritetit, nga këtu varësisht nijeteve tona normalisht shpresojmë pranimin e veprave dhe ne dimë se kusht prej kushteve kryesore që të pranohet një punë, një vepër e jona është çështja e niyetit, të jetë për Allahun xhallahu ala, dhe të mos jetë për askën tjetër. Hadithi vëllezër e transmeton, po e citoj në gjuhën arabe, më pas edhe do ta përkthej inshallah. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas radiyallahu anhum, transmetohet nga Abu Yazidi Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas, djali i Akhnasit radiyallahu anhum, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ky që transmeton hadithin, babai i këtij dhe gjyshi i këtij janë prej sahabëve. Të lumët këta për familjen e tyre, do të thonë familje e begat, sahabi pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabi është ai i cili e ka takuar pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka besuar në mesazhin e tij dhe ka vdekur duke pasur iman në zemrën e tij. Kjo është definimi i shkurtër, edhe pse dietarët kanë përmendur definicione të ndryshme sa i përket asaj se kush është sahabi, po ne nuk duam që të zgjerohemi tek kjo pjesë. Thot, kana Abi Yazidu akhraja dananir yatasaddaqu biha. Thot, babai im Yazidi mori një grumbull pasurish, disa dinar, dhe deshti që t'i jepte sadaka. Fa wada'aha inda rajulin fil masjidi, dhe këto dinarët, këtë lloj pasurie e mori dhe e çoi në xhami. E la tek një njeri, e angazhoi një njeri, ja la si emanet që ky njeri që ishte brenda xhamis ta shpërndante këtë sadakan që e solli Yazidi, pra babai Ma'anit radiyallahu anhum jami'an. Thot, faji'tu fa akhadhtuha. Thot, djali i Yazidit Ma'ani, thot, unë erdha në xhami, e takova këtë njeriu i cili ishte përgjegjës dhe i kishte të hollat e babait tim, ndërkaq ky nuk dinte gjë se këta të holla i kishte lënë babai i tij.
fa akhadhtuha fa ataitu biha. Tha i mora ato të holla për këtij njeriu dhe pastaj shkova në shtëpi për të takuar babain tim. Ai e kuptoi që unë e kisha marrë sadakan nga ai njeri, pra djali e ka marrë sadakan e kujt? Sadakan e babës vet. Faqale dhe babai drejtohet birit duke i thënë kështu: Wallahi ma iyake aradtu, thot pasha Allahun, nuk i kam destinuar këto të holla për ty. Nuk e kam pas për qëllim që fituesi i kësaj sadakaje, ose ai që do t'i marrë këto sadakat ti jesh ti. Dhe betohet Jezidin këtë rast babai i Ma'anit radiallahu anhu, thot wallahi ma iyake aradtu, thot pasha Allahun nuk të kam pas për qëllim ty me këtë lloj sadakaje. Thot Ma'ani radiallahu anhu, فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال thot unë shkova zbashku me të atin, me babën tim, tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që ta rishqirtojmë këtë çështje. Dhe tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, hadithi është ky vëllezër, leke ma nawejta ya Yazid, ty të përket ajo që ke pas nijet o Jezid. Pra i thot babait Ma'anit radiallahu anhu, leke ma nawejta ya Yazid, thot ty të përket ajo që ti ke pas për qëllim. Wa leke ma akhadhta ya Ma'an, dhe ty të përket ose të takon ajo që ti e ke marrë o Ma'an. Me këtë shprehje i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i thot Jezidit se ty të përket dhe të takon shpërblimi për niyetin cilin e ti e ke pas. Ti nuk e ke pas për qëllim të birin tënë, ke pas për qëllim që kjo sadaka t'ju jepet nevojtarëve dhe fukarave dhe njerëzve të cilët janë realisht meritor dhe kanë të drejtë mbi këtë sadaka, dhe elhamdulillah e ke arritur dhe e ke fituar shpërblimin e niyetit tënd. Çështja është tek niyeti, ani pse nganjëherë veprat dhe punët nuk realizohen në formën siç duam ne, ose nganjëherë në të kundërtën asaj që duam ne. Sepse ky tha, pasha Allahun tha nuk të kam pas për qëllim ty, dhe realisht ndodh dhe kundërta që sadakan e merr djali i tij. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot leke ma nawejta ya Yazid, thot ty të përket shpërblimi për cilin ti e ke bërë nijet. Nëse e ke bërë nijet për hir të Allahut që kjo sadaka t'ju jepet fukarave, elhamdulillah shpërblimi është arrit. Dhe i thot pastaj Ma'anit, wa leke ma akhadhta ya Ma'an, thot dhe ty thot takon dhe të përket ajo që ti e ke marrë, për shkak se ti je vërtet nevojtar për këtë lloj sadakaje. Oni pse është sadaka nga ana e babës tënd, oni pse baba yt nuk ka dëshiruar diçka të tillë, jo se nuk ka dëshiruar qëllimisht, por ai do ta kuptojmë më vonë, sahabët janë kujdes vëllezër që veprat e tyre që i kanë bërë për hir të Allahut xhallahu ala të mos ketë nhise në ato vepra diçka të interesit personal. Nuk kanë shiku djali, familja, sikurse që neve sot ndodh me na dhon dikush një shumë të madhe të parave, të hollave të shpërndajmë sadaka, normalisht njeriu anon ka vetja e tij, ka antarët e familjes, domethënë t'ju bëjë zgjidhja atyre që nuk ka asnjë farë problemi. Mirë po, është largpamësi dhe është zemërbarësi, është zemërgjerësi që njeriu të mendojë ndonjëherë të jetë i vyeshëm edhe për tjerët, duke mos i nxjerrë në radhë të parë gjithmonë familjen e vete. Që gjithmonë ata të jenë fitues të diçkaje që ky e posedon. Andaj dhe në këtë hadith Jezidi kishte dëshiruar që sadakan të cilin e la tek ky njeri i vëllezër, kjo sadaka të ishte profitabile dhe të ishte e dobishme për muslimanët, të cilët musliman janë nevojtar dhe janë fukara. Në këtë hadith vëllezër, Shekhu Thejmini thot kështu: në këtë hadith ka argument për atë që autori e ka përmendur më herët, se veprat vlen sipas nijeteve dhe se njeriu i shkruhet shpërblim sipas asaj që ka pasur për qëllim, e ka pas për nijet. Edhe nëse ndodh diçka e kundërt me niyetin e tij. Dhe ky rregull vëllezër, aplikohet ose manifestohet edhe në shumë forma të tjera në jetën e besimtarit. Thot Sheikh Uthejmini, Allahu i mëshiroft, ndërto thot është ajo që e kanë përmendur dietarët, Allahu i mëshiroft,
se nëse njeriu i jep zekatin e tij një personi, duke menduar se është prej atyre që është meritor ta marrë, ke bën një farë lloj ijtihadi, një farë lloj përpjekje se filani është meritor për ta marrë zekatin tim. Thot mirë, po më vonë del në pah se ai ka qenë i pasur. Ky njeri të cilit ti ja ke dhënë zekatin, realisht nuk e pas ka gjendjen dhe hallin për me ja dhënë zekatin tim. Po ja që qadar Allah, caktimi i Allahut, ti angazhuan shikim të parë, të është duk se ky person është i duhur dhe është i denj për pasurinë tënde, për zekatin tënd, dhe më vonë shfaqet se ka shumë njerëz të tjerë të cilët janë më meritor dhe më denj që ti ta kishe dhënë zekatin ose sadakan tënde. E thon dietarët islam se zekati i këtij njeriu që ja ka dhënë këtij personi që më vonë i ka dalë se e ka gjendjen mirë, thot është i vlefshëm dhe është i pranuar tek Allahu xhallahu ala. Për shkak të niyetit ti të mirë që e ka pas. Ky ka pas niyet të mirë. Ky e ka pa në shikim të parë është dukse vërtet është hallexhi dhe është meritor dhe është i denj për t'ia dhënë zekatin tim. Ani pse më vonë do të thonë del e kundërta, sikurse që e përmendëm hadithin pak më lart. Dhe normalisht arsyeja është se ai ka pasur niyetin që t'jap tek dikush që realisht është meritor. Ki kështu do të thonë e ka konstatuar se ky njeri është meritor për zekatin tim. Pra nëse niyeti është i drejtë, atëherë muslimani dhe besimtari e merr shpërblimin në saje niyetit, ani se nga njëherë vepra nuk realizohet në formën e saj të plot. Prej shembujve tjerë që e përmend vëllezër Shehu Themini është, thot nëse njeriu dëshiron për shembull ta dhurojë një vakëf një shtëpi të vogël. E ka një objekt të vogël dhe dëshiron që atë objekt të vogël ta lëj vakëf, ta lëj pronë e cila është për hir të Allahu xhallahu ala dhe të jetë në shërbim të muslimanëve. Dhe thot kështu: e kam bërë, thot, vakëf atë shtëpinë time dhe tregon me dorë nga shtëpia e tij e madhe, nga një objekt i cili realisht është i madh, ndërkaq ky ka niyet, ka për qëllim një objekt tjetër të vogël. Mirë, po thot, kjo është në kundërshtim me atë që ai ka pasur për qëllim në zemrën e tij. Atëherë vlefshmëria është sipas asaj që ai ka pasur për qëllim dhe jo sipas asaj që i ka dalë nga gjuha e tij. Do të thonë, timi të qartë. Ky ka pas për niyet dhe ka pas për qëllim që vakëf ta lëj objektin ose shtëpinë e vogël, ani pse bën me gisht ka shtëpia e madhe. Dhe realisht në këtë rast shpërblimi është për shkak si rezultat, do të thonë, i jepet për shkak të niyetit që ai ka pas dhe qëllimit që ai ka pas në zemrën e tij. Gjithashtu shembull tjetër për ta pas më të qartë është nëse një njeri xahil i paditur që nuk e di dallimin mes umrës dhe haxhit, shkon në haxh bashkë me njerëzit dhe thot lebejke haxhan, të përgjigjem o Allah për haxh, ndërsa ai në realitet ka për qëllim që të kryej fillimisht umrën, apo dhe pastaj thot përfitoj prej umrës deri në haxh. Thot atëherë ai e ka shpërblimin sipas niyetit të tij, përderisa synimi i tij ka qenë umrja, ani pse ka thonë lebejk Allahumma haxhan, ani pse ka thonë, do me thonë me gjuhë, të përgjigjem o Allah për haxh, ndërkaq që ne e dim se niyeti i tij është fillimisht ta filloj me umre, dhe kjo gjithashtu tregon se atë që më parë kemi mësuar në hadithet cilët janë përmend se innamal a'malu binniyat, se veprat dhe punët tona, do me thonë, vlerësohen dhe shpërblehen tek Allahu xhallahu ala për shkak të niyetit. Gjithashtu vëllezër, ndër përfitimet e këtij hadithi që duhet kuptuar është se lejohet që njeriu t'i jap sadaka djalit të tij. Nuk ka asnjë farë problemi, nuk po flasim për zekatin, po flasim për sadakan, vepër vullnetare, njeriu dëshiron që t'i bëj mirë dikujt, nuk ka asnjë lloj problemi nëse e sheh që djali i tij është nevojtar, është fukara, është meritor për ta mbështetur dhe për ta ndihmuar, që sadakan e tij ta ndaj tek djali i tij. Pse? Duke u bazuar në hadithin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Walaka ma akhadhta ya ma'an", dhe ty takon, e ke me të drejtë atë që e ke marr. Kujt i tha? Ma'anit radiallahu anhu, i cili e kishte marr sadakan e kujt? Sadakan e Jezidit, babait vet.
Gjithashtu për këtë vëllezër është dëshmi se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhëronte për sadaka. Zejnebi, gruaja e Abdullah ibn Mes'udit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dëshironte që të jepte sadaka nga pasuria e saj. Mirë po burri i saj, Abdullah ibn Mes'udi tha, unë dhe fëmia yt jemi më meritor që të na japësh sadakan se sa të tjerëve, për shkak se ai ishte i varfër. Ajo tha, gruaja tha, nuk veproj kështu derisa ta pyes të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ja konfirmoi dhe ja aprovoi atë që i kishte thënë Abdullah ibn Mes'udi, nga se ishte prej dietarëve të sahabëve. Dhe i tha se me Abdullah ibn Mes'udi ose burri yt në këtë rast dhe fëmia yt vërtet janë më meritor që t'ju japësh sadaka. Nëse ata janë në gjendje nevoje dhe janë meritor dhe kanë hall, domethënë nuk ka asnjë farë lloj problemi që t'ju jepet sadaka atyre. Tjetra vëllezër që duam të përmendim në këtë hadith pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam është se ky hadith përmban dhe disa dobi dhe çështje të vlefshme për cilat njerëzit kanë nevojë të njohin. Ne në përgjithësi kemi nevojë nga se bëhen pyetje të shumta rreth çështjes së sadakas. Yazid bin al-Akhnas, Allahu qoftë i kënaqur me të, nxori disa dinar dhe i vendosi tek një burr në xhami, thamë për t'i dhënë si sadaka. Dhe kjo tregon se njeriu nuk ka asnjë lloj problemi, mundet t'i drejtohet ndonjë njeriu tjetër që ta bëjë ndërmjetës mes tij dhe njerëzve fukara. Nuk ka asnjë lloj problemi. Dëshiron që t'ja japësh dikujt pasurinë tënde dhe ai ta shpërndaj sadakan, nuk ka asnjë lloj problemi dhe ky është argument hadithi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra që të vendosësh një person si ndërmjetës për t'u shpërndar sadakan. Në këtë rast, puna e tij shfaqet vetëm para këtij ndërmjetësi dhe kjo nuk bie ndesh me sinqeritetin. Madje vëllezër, kjo puna e këtij njeriu, në këtë rast Jezidit, mund të jetë më afër sinqeritetit se sa ky vetë shkon dhe t'u shpërndan gjithë nevojtarëve sadakan e tij. Madje njerëzit mund t'i vëj në siklet duke i dhënë gjithë secilit veçmas. Në këtë rast, vetëm një person e di se kush është dhuruesi i sadakas, dhe ai e shpërndan sadakan e tij, madje edhe ndërmjetësuesi përfshihet në shpërblim në sevape për shkak të angazhimit duke e shpërndar sadakan e atij dhuruesi. Tjetra vëllezër që duhet përmendim është në këtë hadith se njerëzit gjithashtu i jepnin sadaka kujt në kohën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që më pas i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i shpërndante ato tek nevojtarët dhe ata të cilët ishin realisht nevojshëm për sadakan, të cilin sadaka e posedonte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu i lartësuar thot në Kur'an në surën Taube, merr prej pasurisë së tyre, lëmosh që t'i pastrosh me të dhe t'u ashtosh të mirat dhe njëkohësisht lutu për ta. Dhe këtë ajet, domethënë në surën Taube, ajetin 103, dietarët islam e kanë përmendur si argument që besimtarët ja dërgonin pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja dhuronin sadakat e tyre, zakatin, që ai më pas domethënë t'u shpërndante muslimanëve. Në këtë hadith vëllezër është përmendur se ai nxori disa dinar për t'i dhënë sadaka dhe i vendosi tek një burr në xhami. Dhe kjo gjithashtu përfitojmë se dhe tregon se është e lejuar që t'jepet sadaka ku? Në xhami, t'jepet në shtëpia të Allahut. Dhe këtë e tregon gjithashtu edhe hadithi i Abu Bekrit, kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam pyeti dhe tha, kush prej juve ka dhënë sot sadaka? Kush ka agjëruar sot? Hadith të cilin ju e keni dëgjuar, e që nga të vetmit të cilët i kishte bërë gjithë këto punë kur pyeti pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte Abu Bekri radiallahu anhu. Abu Bekri radiallahu anhu përmendi se ai kishte gjetur një të varfër në xhami dhe i kishte dhënë sadaka. Andaj vepra e Abu Bekrit radiallahu anhu gjithashtu është rregull për ne se njeriu i lejohet që të jep sadaka për brenda xhamisë. Pjesë tjetër e hadithit që duhet kuptojmë vëllezër është se thuhet në hadith fe khasamtuhu, e padita, si me thonë gjuhën shqipe, e padita tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam për veprimin që kishte bërë.
Realisht këta kanë shkuar që gjykohen para pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu subhanallahu sa e bukur është kur ka ndonjë mosmarrveshje mes familjarëve, babës dhe djalit, pa edhe antarëve tjerë të familjes, është që dinë se ku ta adresojnë problemin e tyre. Shumë e rëndësishme është vëllezër. Dhe kjo është begatia e udhëzimit kur njerëzit janë të udhëzuar brenda një shtëpie, brenda një familje. Marrin rrugën për të shkuar për të pyetur një hoç të cilin ata e besojnë, e konsiderojnë, e kanë konsiderat se është i besueshëm dhe ky është i denj për t'i dhënë kahje dhe zgjidhje problemit tonë. Në këtë rast te kush drejtohen sahabët? Tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është mësim për gjithë ne vëllezër. Sa herë që të kemi probleme, nga se ka ndonjëherë probleme të ndryshme, natyrave të ndryshme që njerëzit nuk janë të aftë, nuk janë të zotët e mendjes ndoshta për t'i menaxhuar dhe për t'i zgjedhur vetvetiu. Andaj kësisoj, pavarësisht je burr në shtëpinë tënde, krye familjar, po ndodhin nganjëherë probleme të tilla që patjetër duhet drejtohesh tek dikush, marrësh telefonatën dhe të konsultohesh me dikë i cili është më ehër, është më i duhur dhe më i denjë për të dhënë zgjidhjen problemet e tua. Dhe në këtë rast është përmend se ky sahabiu Jezidi babai dhe Ma'ani radhiyallahu anhu patën shkuar tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu në këtë shprehje vëllezër tregohet ose del pa kujdesi i madh i sahabëve për pastërtinë e qëllimit të tyre në dhënien e sadakas. Nga sa ai kishte për qëllim që, domethënë, vërtet sadakaja e tij të shkonte në vendin më të duhur dhe sikur e brengoste diçka se fakti që kjo sadaka ka shkuar tek i biri i vet, tek djali i vet, ndoshta nuk ka zënë vendin e duhur, ndoshta nuk është meritor sa duhet i biri im për sadakan time. Dhe kjo është kujdesi i sahabëve që kishin për veprat e tyre. Dhe nuk mjaftoheshin me faktin se unë kam bërë punën, e kam bërë veprën dhe tash domosdoshmërisht duhet më vi shpërblimi nga ana Allahu xhallahu ala. Andaj vëllezër, kjo është mësim për ne, që të gajlosemi për punët tona, të gajlosemi për niyetet tona. Ndodh që njeriu të ketë qëllim të pastër, të ketë niyet të pastër, po me kalim të kohës gjatë kryerjes së veprës ndërhyn ose të rrezikohet nga syfaqësia, të rrezikohet nga X gjëra tjera që më pas mund të rezultojnë për prishjen e kësaj vepre. Andaj derisa ata, domethënë sahabët, e jepnin këtë sadaka njerëzve që nuk kishin asnjë lidhje farefisnore me ta. Dhe të gjitha këto vetëm për hir të Allahu xhallahu ala, që sadakaja të jetë më e pastër dhe pa përzierje të interesit. Dhe për këtë arsye vëllezër, ai argumentoi kundër të birit, megjithëse djali i tij ishte i varfër, ndërkohë ne sot kemi shumë njerëz të cilët na pyesin për zeqatin dhe thonë se dua t'ja jap zeqatin hoxha nanës ose babës ose antarëve të familjes. Bëhet fjalë për zeqatin. Andaj ne themi vëllezër se këta persona, sikurse nana, sikurse baba, antarët e familjes që i ke në rreth ngushtë familjar, ti je i detyruar që të kujdesesh për ta. Dhe je i detyruar që të shpenzosh për ta. Andaj sikurse kanë thënë shumë prej ulemave e përmendin kur japin përgjigje, domethënë pyetje të tilla, si mund të jetë i kënaqur që një njeri ta sjell veten e tij në gjendje ku thot ta bën të jap zeqat babës dhe nanës. Kjo është fatkeqësi për një musliman, për një besimtar. A lejohet që të jap zeqat babës dhe nanës kur realisht ai e di se kjo është detyrë dhe obligim nga ana Allahu xhallahu ala që ai, domethënë, të përkujdeset për prindrit e tij dhe për njerëzit e familjes së tij. Edhe pse njerëzit më meritor për sadaka vëllezër, padyshim se janë njerëzit e mirë, dhe në këtë rast ku kishte përfunduar sadakaja e Jezidit? Tek një njeri i mirë, sahabi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në shpjegimet e këtij hadithi në librat, sikurse që është libri i Ibn Allanit, Allahu më shiroft, thuhet se tu tre këto sahabi kanë qenë pjesëtar në Bedër. Njerëz me peshë, domethënë të madhe, shokët pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe në qoftë se ka përfunduar sadakaja e Jezidit tek dikush, ka përfunduar tek
tek djali i tij i cili vërtet ishte meritor dhe ishte njeri i mirë. Andaj njerëzit më meritor për sadaka janë njerëzit e mirë dhe njerëzit e drejtë, të cilët ne i njohim, njerëzit tek të cilët ka udhëzim, njerëzit tek të cilët e njohin Allahun te bareke ve taala dhe e dinë se vallahi ky njeri i cili ka ardhur për të mësjellë diçka nga pasuria e tij, ky ka ardhur për shkak se është edukuar me mësimet e Allahut dhe me mësimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit të cilët janë të udhëzuar realisht janë njerëzit që dinë ta vlerësojnë mundin ton, angazhimin ton, sadakan tonë. Andaj më parsor dhe më meritor janë njerëzit të cilët janë të udhëzuar dhe njerëzit të cilët janë të mirë dhe janë të drejtë. Mirë po, në qoftë se mëson se sadakaja yte ka përfunduar tek një njeri i cili nuk është i duhur, nuk është meritor për atë sadaka, është njeri i cili nuk është mirënjohës, nuk i fal 5 kohët e namazit, nuk i bindet Allahut subhanahu wa taala, atëherë vëllezër nuk ka nevojë që të pikëllohesh për shkak se realisht niyeti yt dhe qëllimi yt është që ti të arrish kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe Allahu xhallahu ala është bujar, është kerim, një prej emrave të tij, dhe Allahu subhanahu wa taala ka për të shpërblyer për niyetin e mirë që e ke pas. Sheikh Ibn Bazi, Allahu e mëshiroft vëllezër, kur është pyet për ata njerëz që ulen në xhamia, dhe ndoshta disa prej tyre nuk janë të sinqertë, gjë e cila vazhdimisht rastisim ta shohim edhe ne në xhamia tona, njerëz të cilët vinë dhe qajnë dert dhe kanë nevojë ndoshta për t'ju dhënë diçka prej pasurisë tonë. Thot Sheikh Ibn Bazi, dhe ndoshta mund të kenë edhe dëshmi të rrejshme, nga se njerëzit sot për ta bindur masën, për ta bindur xhamatin, janë gjendje që të bëjnë edhe dokumente falso vetëm e vetëm për të arritur një pasuri prej sadakas së tyre. Çfarë thot Sheikh Ibn Bazi, Allahu e mëshiroft? Ai tha se kjo çështje nuk del nga dy gjëra. Ose ky njeri është me të vërtet nevojtar dhe ti ja jep sadakan, dhe elhamdulillah ke arritur shpërblimin tek Allahu xhallahu ala, ose ky njeri nuk është nevojtar. Mirë po kjo është me rëndësi që e ka përmend Sheikh Ibn Bazi. Mirë po thot, ti ke parapëlqyer anën e mëshirës dhe bujarisë si mas e kujdesit, dhe kjo vjen nga zemërgjërsia yte që e ke në zemër. Ti nga njëherë gjithë neve na ndodh vëllezër. Mund takohemi me dikë që e di je i sigurt nga se të është përsëritur disa herë i njëjti rast, se ky është mashtrues, ky është manipulues, do të thonë ky ndoshta nuk është meritor. Po nga njëherë njeriu i cili e ka fitrën e pastër dhe ka zemërgjërsi, është i mirë, është i devotshëm, gjithmonë e parapëlqen anën e mëshirës dhe bujarisë. Ja jep, pse? Për shkak se e di se Allahu te barek ve taala edhe për këtë dhënje ka për të shpërblyer. E Allahu xhallahu ala askujt nuk ja humb mundin e tij dhe askujt nuk ja humb niyetin e tij që e ka për hir të Allahu xhallahu ala. Ky hadith vëllezër ishte vazhd ose rrjedhoj e haditheve të cilat më parë kanë folur për një element teje të rëndësishëm që besimtari duhet vazhdimisht ta ketë prezent në jetën e tij, në zemrën e tij, në mendjen e tij. Ajo është çështja e niyetit. Mundohu që punët tua t'i bësh për hir të Allahu xhallahu ala, për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, po kjo nuk do të thotë vëllezër që ne nuk duhet kemi kujdes edhe për mënyrën dhe formën se si realizohet vepra. Nga se nganjëherë niyeti i mirë, qëllimi i mirë nuk është se e justifikon veprën e keqe. Për këtë arsye besimtari i zgjuar, i matur dhe i mençur duhet që edhe vepra e tij të jetë në konform niyetit dhe qëllimit të tij të mirë. E tregoj një rast që është për të qesh një grua e cila kishte qenë vetme me burrin e saj. Dhe kishin pas vetëm një gomar, vetëm me cilin gomar i kishin kryer punët e shtëpisë. Dhe një ditë prej ditëve ndodh që ai gomari të ngordh. Dhe kjo gruaja e shef se burri i saj më të vërtet është i pikëlluar dhe është i mërzitur. Dhe shkon që ta ngushëllojë me niyetin më të mirë. Dhe i thot burrit vet, o burr, thot mos u mërzit sot se ty të kemi sa nishin gomarës. Realisht vëllezër, niyeti i kësaj gruaje ishte i mirë, ishte i pastër që ta ngushëlloj burrin e vet. Mirë po forma dhe mënyra se si ja drejtoi këtë ngushëllim nuk e justifikon niyetin dhe qëllimin e mirë. Andaj përkundër faktit që kërkohet nga ne të kemi niyete të mira, qëllime të mira,
duhet që të angazhohemi dhe të shohim se si realizohen këto vepra tona. E lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na furnizojë me niyete të pastërta, me niyete të sinqerta, nga se sikur se kanë thënë dietarët, ndërto Ikrime, thot inna Allaha yu'ti al-'abda 'ala niyatihi, Allahu xhallahu ala me të vërtet i jep robit në sajet niyetit të tij atë që nuk mund nganjëherë t'ja jep në sajet vepras së tij. Dhe ne e dimë vëllezër se fitoret e shumta, sukseset e mëdha nuk arrihen me punë të shumta, po me çka arrihen? Me sinqeritetin dhe niyetin që e kanë ato punë. Andaj shumë prej dietarëve kanë thonë, sa punë të mëdha i ka bërë të vogla niyeti. E sa punë të vogla i ka bërë të mëdha niyeti. E lutë Allahun xhallahu ala që Allahu niyetet tona t'i bëj të pastërta, t'i përmirësoj qëllimet tona, na jep sinqeritet dhe të na mundsoj që çdo vepër, çdo fjalë dhe çdo punë që e bëjmë, ta bëjmë vetëm për një qëllim, për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Me kaq po e përfundojmë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله يشفر لي